Fitoi mazhoranca apo humbi opozita? Unë besoj që është një gërshetimi të dyjave. Epitekti ka thënë që kush fajson veten nuk do mbëri askur, kush fajson të tjerët nuk do mbëri kur në destinacion, kush fajson veten do mbëri edhe ka mbëritur në gjysmë, dhe kush nuk fajson askënd do mbëri edhe ka mbëritur aktualisht. Opozitën ku eshe në Që do të thotë këto orë? Unë besoj që është në krye të fajson të tjerët dhe s'ka për të ardhur kur në pushtet. Unë besoj që edhe në vitin 2005, kur është bërë një rotacion i pushtetit, të gjitha këto, po themi, praktikat palishme ose gjysmë të lishme ose gri, janë përdorur nga Partia Socialiste në pushtet e drejtuar nga zoti Nano. Megjithatë u sol nëpërmjet një fryme dhe erdhi rotacioni. Po ashtu dhe në vitin 2013, ne këtu i kemi jetuar, Partia Demokratike i ka përdorur pothuajse të njëjtat praktika që janë përdorur dhe sot, megjithatë kishte një lloj fryme dhe u ndryshua dhe u sol rotacioni. Prandaj kur them që ka një gërshetim të dyjave, do të thotë që Partia Socialiste i ka fituar zgjedhjet dhe pritej, të paktën në perceptimin tim, ishte e pritshme 72-73 mandate, dhe diferenca është që Sa që ka marrë para 4 vitesh, dhe Partia Demokratike i ka humbur zgjedhjet, sepse nuk arriti dot që të sillte një frymë, dhe kjo frymë dhe mungesë fryme dhe mungesë alternative, le ta themi, patjetër që ka sjellë këtë diferencën prej 10 mandatesh.